Kontaktet mes drejtorit teknik të Milanit Furlani dhe Iglitares vazhdojnë. Për të konfirmuar drejtorin e ri sportiv Kuqezinjt kanë ndryshuar mendje. La Gazzetta dello Sport zbulon se vendimi për drejtorin sportiv nuk do të vijë në fillimin e majit siç ishte paralajmëruar. Kështu duhet pritur fundi i finales së kupës që gjen Milanin përballë Bolonjës më 14 maj. Prej kohësh Iglitare është kandidati kryesor për të qenë në krye të Kuqezinjve gjatë merkatos së verës. Mes Tares dhe Furlanit ka pasur takime dhe vazhdimësia tregon se kanë qenë pozitive. 51 vjeçari shqiptar ishte arkitekti i Lazios për plot 15 vite. Eksperienca e tij në Itali dihet, por djalli nuk po nxiton për zgjedhjen që do jetë vendimtare. Tifozët janë shprehur vazhdimisht kundër drejtuesve në këtë sezon ku kupa është shpëtimi i vetëm, por që nuk do të mjaftojë gjithsesi për ta konsideruar sezonin të suksesshëm.